Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Po fillojmë me ligjëratën e 18 të shpjegimit të veprës Maraqi al-Fallah, Sharh Nurul Idah të Imam Shërumbulalit. Deri më tani kemi shpjeguar për kejfijet deri te forma se si duhet të falet një namaz dhe kemi ngelur te babul imameti ose kapitulli i imamit, imamllëkut, imamit dhe dispozitat që ndërlidhen me këtë çështje. Thotë qaddamna shay'an yadullu ala fadli al-adhan. Më përpara, autori thot kemi përmendur disa sende që shpjegojnë vlerën e ezanit, për kemi folë për ezanin e ikametin. Wa indana hiya ay al-imama afdalu min al-adhan. Si mos neve, pra medhebit Hanefi, si pas mendimit të medhebit Hanefi, imamllëku është më i vlefshëm, është më me vlerë se sa ezani. Limuvadhabatihi wal khulafai ar-rashidin alejha, sepse imamllëkun vazhdimisht e ka përcjell dhe e ka praktiku pejgamberi alayhis salam dhe khulafai ar-rashidin, 4 khalifat që kanë qenë pas tij. Wal afdal kaunu al-imami huwa al-muadhdhin wa hadha madhhabuna wa kana alayhi Abu Hanifa. Thot halama e preferueshme se kjo do t'jetë që imami t'jetë ai edhe cili e thirr ezanin. Pra, edhe imam, edhe muezin i ka përfshirë të dy vlerat, dhe kështu është medhebin ton dhe kjo është mendimi i imamit ton, Imamul A'zam Abu Hanifa. Normalisht, kur folmi për imamin, me automatizëm në kuptojmë se bëhet fjalë për faljen e namazit me xhamat. Was-salatu bil jama'ati sunnatun fil asahhi. Sunnatun muakkadatun shabihatun bil wajib fil quwwa. Dispozita e namazit me xhamat, faljes së namazit me xhamat, sipas mendimit më të saktë, është sunneti muakkada, sunneti i fortë, sepse kjo i përngjet vajibit në forcën e veprimit dhe të argumentimit. Do të atë shumë janë të forta argumentet për këtë, saqë në forcë, në fuqi, radhitet me vajibit dhe shumica e sunneteve muakkada janë parafërsisht në këtë derexhe. Mirë po, salatu bil gjemaati sunnetun fil asahhi është sunneti muakkada në forcën e vajibit lir rijal, për burrat, jo edhe për gratë. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam salatu al-jama'atu afdalu min salati ahadikum wahdahu bi 25 juz'an. Namazi me xhamat është më i preferuar, është më i vlefshëm se sa namazi i dikujt prej juve që e fal vetëm për 25 pjesë. Ve fi rivajetin, në një transmetim tjetër thuhet derexhe. Disa transmetime gjuzën, disa përmendet derexhe, pra shkallë, po mund të themi shqip për 25 shkallë, ose për 25 herë është më i fuqishëm, më i vlefshëm se sa namazi vetëm. Fela yasatarku illa bi udhrin, nuk lejohat, nuk ka hapësirë lejimi, lëshimi i xhamatit vetëm se me arsye.
Walau tarakeha ahlu Misrin bila udhrin yu'maruna biha fa in qabalu wa illa qutilu alejha. Nëse banorët e një vendi, një fshati, një qyteti, një krahine, një rrethi, diku, e lëshojnë me qëllim e lëshojnë, pa arsye, pa specifik juridike islame, faljen e namazit me xhamat, udhëheqësi islam i vendit ka për obligim me u tërheq vërejtjen, me thonë se duhet ta falni namazin me xhamat. Nëse e pranojnë, okej, është në rregull. Fa illa, nëse refuzojnë, pra faljen e namazit me xhamat, qutilu, u shpallet luftë, përdoret organi ekzekutiv, pra policia, se këto, kur i lexojnë njerëzit këto, qutilu mendojnë se u shpallet luftë, ato vriten, edhe ti lirisht e merr pushkën dhe shkon i vret njerëzit. Ja, ka institucionet merren me atë punë, jo njerëzit kush si të mrije. Li'annaha min sha'airil islam, sepse falja e namazit me xhamat është prej simbolikave të islamit. Wa min khasaisi hadha ad-din, edhe është prej specifikave të kësaj feje. Edhe sunetet tjera, ka edhe sunetet tjera, në mesin e këtyre kemi përmendur nëse ju kujtohet edhe thirrja e ezanit, që është sunet i muakkede. Dhe kemi thonë edhe atje, nëse dikush nuk e praktikon pa arsye dhe ato urdhërohen nëse nuk e bojnë përdorët forca. Pse kështu suneti në këtë rast nuk ngel më sunet, por shndrohet në kategorinë e vajxhibit, përforcohet sepse nuk ka logjik tjetër që Islami të detyrohet të përdor forcë për një dispozitë sikur suneti. Për sunet, por vetëm kur është obligative për vajxhibi, sepse kjo më nuk trajtohet vetëm si ibadet, por trajtohet edhe si çka, si simbol i islamit, si simbolik i islamit dhe si specifik e kësaj feje. Wa yahsulu fadlu al-jama'ati bi wahidin walau sabiyan aw imra'a. Vlera, fadileti i namazit me xhamat arrihet, pra realizohet edhe nëse falet vetëm me një fëmijë që është mumejez. Fëmijë mumejez është diku, nuk ka të përcaktuar në literaturë, po ulemat kanë thonë diku prej moshës 7 vjeçare deri në bilik, sa tin bilik, që këto nuk e kanë farz namazin. Edhe në qoftë, pra nëse e fal namazin vetëm me një fëmijë të tillë, ose vetëm me një grua, me gruan, e arrin vlerën e namazit të xhamatit. Walau fil beiti me al imam, pra edhe nëse e fal të shtëpia me një fëmijë, ose vetëm me gruan, ose vetëm me nanën, ose vetëm me motrën, ose edhe e fal të shtëpia, e arrin vlerën e namazit të xhamatit. Kjo nuk do të thotë falja e namazit me xhamat në shtëpi e arrin vlerën e xhamatit, por nuk e arrin vlerën e namazit me xhamat në xhami, sepse ajo ka vlerë tjetër. Këtë nuk duhet ta kesh kuptojmë. Pra dallimi çka është? Dallimi është këtu se te fëmia, e kemi përmend diku më herët një rast, se fëmia formon xhamat. Për shembull, nuk është mirë me fal namazin edhe në shtëpi vet. Nëse s'ke kërkam pas veti, është ta marrish fëmijën, djalin, vajzën, ta marrish që për të arrit vlerën e namazit me xhamat, sepse është vlerë e madhe. Këtu një hikaje që o tregoj, Hasan ibn Ziyad el-Lu'lu'i, nxënësi më i vogël i Ebu Hanifës, ka qenë prej dietarëve të mëdhenj, edhe shpesh na vjen neve dhe transmetime këtu, thotë e tregon një kissa, tregon një ngjarje që i ka ndodhur atij, thotë unë kam pas princip gjithmonë namazin me fal me xhamat. Dhe një natë, Hasani tregon, thotë pata misafir, më erdhi dikush, u angazhova me njerëz për një punë dhe më kaloi namazi i xhamatit. Pra u fal jetësia në për xhamia
dhe unë për e falë namazin e jacis. Mëse unë ndava prej, u qkyqa prej grupi që ka kisha punë me ato, thot i heca të gjitha xhamiut e Kufës, i heca një nga një, mos po gjojnë dhe një gjemat diku që të falin namazin me gjemat. Për fat keq, timin thot nuk gjeta kurkun gjemat. U ktheva në shtëpi. Dhe për të arrit vlerën, sepse këtu hadithin thamë për 25 derexhe, ka hadith tjetër që ka thot për 27 derexhe, ka transmetime. Thot, u ktheva të shtëpia dhe nuk dita çka të bëj tjetër, po për të arrit vlerën e xhamatit e falën namazin e jacis 27 herë. Për të arrit vlerën. Dhe rash me flet. Thot, në andër, në gjumë thot pash një andër. Thot, në andër, dullëm me i vrapu kuajt, në vrap me kual. Krejt kuajt hetshin për para, kali i jenë që kështë dalë në vrap, nuk hecte. I bisha me kam gjik, po aj nuk vraponte, mbeta i fundit. Dhe mu afru njeni prej garuesve, thot imami, mu afru njeni prej garuesve, edhe më tha pse po e maltreton kalin, pse po i bje me kam gjik kalit. Tha po duhet ju arri juve, por atë po i bim, ju mri juve. Ti, thot, nuk mund të na arrish neve, sepse ne jemi ata që e kemi falë namazin e jacis me xhamatit e ke falë vetë, dhe ti së na arri neve. Dhe përsëri dhe i del gjumi, dhe përsëri thot, edhe pse e falë në 27 herë, derexhen e xhamatit nuk e arrita. Për këtë arsye, kjo ka pesh shumë të madhe, sepse Imam Kasani, në veprën e tij Bedaju Sanai, që e shpjegon Tuhfetul Fuqaha, të Imam Samarkandit, Tuhfetul Fuqaha është Tekmiletul Qudori, për mbushje e Imam Qudoriut, Imam Kasani thot se namazi me xhamat është vajib, nuk është, kjo është mendimi i tij. Ma të tje, Imam Tahaviu thot, në falja namazit me xhamat është farzi kifaje, pra nuk ndalën krejt me një mendim. Po kjo farzi kifaje është nëse dikush e ka bë me xhamat, bie farzi prej njerëzve të tjerë, mos mendon dikush se kur thot ki farz, thot, po ne pas me ngel pas xhamat, pa namaz, sepse pra kam mendime që është edhe e preferuar, po qëndrimin me dhebin Hanefi është sunneti muakkede i fuqishëm me vlerën e vajibit. Amma l-gjumua, kjo është sa i përket namazeve të rëndomta. Sa i përket namazit të gjumas, fa yushtaratu thalathatu aw ithnani kema sanadhkuruhu, për namazin e gjumas, xhamati është kusht. Nuk është më këto suneti muakkede, edhe te Bajrami, nuk është më suneta po vajib, po është shart, është kusht, e thot për këtë kusht, se a duhen 3 xhamat, a duhen 2 xhamat, se ne dhkuruhu kur vim te namazi i gjumas, atje i shpjegojmë në detaje. Pra, lirrijali el-ahrar, për njerëzit burrat, pra është sunet i muakkede për burrat të cilët janë të lirë, sepse robërit janë meshgulun bi khidmetil maula, me punët e zotërisë së tyre. Bila udhrin li annaha tasqutu bihi. Nëse nuk kanë arsye nëse kanë arsye, në falja e namazit me xhamat bie nga suneti muakkede për shkak të ekzistimit të arsyes. Wa shurutu sihhatu al-imama lirrijali al-siha 6 ashya. Kushtet e vlefshmërisë së imamit për burra që janë el-siha, që nuk kanë arsye, janë të shëndosh, po këto është fjala për burrat të cilët nuk kanë arsye për mos me u falë. Janë 6 kushte. Kushti i parë, për me dal imam, el-islam, wa huwa shartun am. Islami me qenë musliman, është kusht i përgjithshëm.
është për shumë tjera ibadete. Fela tasihu imamatu munkiril ba'th. Nuk lejohet, realisht, nuk është i vlefshëm namazi i një personi i cili e kundërshton ringjalljen. Pse? Sepse ringjallja është kusht i imanit, është kusht i besimit. Nëse dikush dhe ka të tillë, madje në vendet tona ka për fat keq edhe hoxhallar, që atë punë nuk e besojnë. Kam dëgju, nuk do të përmendi emra, po ka. Të tillët nuk vlejnë për imam. La yasih, është namazi i tyre, imamllëku i tyre është i pavlefshëm. Dhe mos e harroni këtë. Kur namazi i imamit është i pavlefshëm, edhe i xhamatit përfshihet në atë këllëp. E u khilafetu Siddiq, e u sohbetuhu, nuk lejohet të del imam ai i cili e kundërshton khilafetin e Ebu Bekr Siddiq, ai që konteston Ebu Bekrin si khalife, ose shoqërimin e tij që e ka pas me pejgamberin a.s. nuk lejohet me dal imam. Au yasubbu shejkhaini, ose ai i cili i shan, i ofendon, i nënçmon Ebu Bekrin dhe Omerin, por këto përfshihen edhe sahabët tjerë. Au yunkiru shefa, ai i cili e mohon shefatin e pejgamberit sallallahu wa nahwa dhalika mimman yadhharu islamu ma dhuhuri sifatihi al-mukaffira lahu. E të ngjajshme me këto cilësi të cilat reflektojnë karakterin e kufrit të personi. Nëse ka cilësi që reflektojnë karakterin e kufrit ose dyshohet se janë në kufër, prej tyre nuk lejohet të dalin imam. Ne kur jemi të sharja të mospranimi i khilafetit, a konsiderohet qafira i çka nuk e pranon khilafetin e Ebu Bekrit ose të Omerit? Për këtë çështje dietarët kanë polemika, disa thonë se ka kufër, disa thonë se ka kufër, por më rëndësi na nuk jemi në këtë temë. As këto polemika, ne jemi të thonë se nuk vlen që njeri të del imam. Ai i cili i shan sahabët, cili do të qoftë prej sahabëve, që i nënçmon, që luan, që tallet me sahabët, edhe ki nuk lejohet të del imam. Dietarët islam duhet mos të kaloj këtë bash lehtë këtë çështje në sahabëve, se këtu si duket autori aludon pikrisht të shijat ose të firak e shia, të disa grupacione të shijave të cilat e kundërshtojnë khilafetin e Ebu Bekrit, Omerit e kështu me radhë. Këtu si duket autori aludon, edhe pse shumë njerëz e akuzojnë medhhebin Hanefi shumë për afërt me shijat, që realiteti është se nuk ka kur gjohet përbashkët me shiizmin. A konsiderohen të gjithë sahabët të drejtë? A janë ma'sumin, të mbrojtun, apo jo? A ka prej sahabëve munafik, apo nuk ka? Këtë temë ulemat e kanë diskutuar në detaje shumë të mëdha, dhe ka kryesisht 3 mendime të dietarëve. Por ajo që është mendimi i jon ose i ehli sunnetit, dhe argumentet janë shumë të qarta dhe logjike. Sahabe konsiderohet çdo njeri që ka jetuar në kohën e pejgamberit, që e ka pa pejgamberin dhe që i ka besu pejgamberit. Qoftë edhe një herë që e ka pa. Dhe që i ka besu pejgamberit. Se ka edhe për njerëzve që e kanë pa pasi i kanë besu, ato nuk janë sahabe. Nëse këtë definicion, njenin prej dietarëve kur e kanë pyetën se a janë krejt sahabët adul, a janë të drejt, ka thonë, dietari është përgjigj, ka thonë limen tes'elu, për cilët sahabe po pyet? Për ato shka i njohmi apo për ato shka nuk i njohmi? Se sahabët nuk janë krejt një kategorie. Për shembull, në haxhin e fundit, haxhatul wada, rivajetet në literaturë thonë se
ka pasën një mendim thot 114.000 haxhi, një mendim thot se ka pas 124.000, një mendim thot se ka pasën 144.000 haxhi në Arafat. Nuk ka numër të caktuar se kush nuk i ka vetetu. Po e marrmi numrin më të vogël, 114.000 sahabe që kanë jetu me pejgamberin dhe kur kun mos e paçin pa e kanë pa në Arafat. Dhe shumë prej sahabëve kanë pa për herë të parë pejgamberin alayhis salam në Arafat. Kemi një rast që kur ka shkuar ka thosht t'i afrohet pejgamberit që kanë gjitë për frenit devës, edhe thot për herë të parë po të shoh ja Rasulullah, më thim asaj teme. 114.000 sahabe që janë konë në Arafat, pe mormi numrin më të vogël. A janë konë krejt musliman të asaj kohë në haxhat vjetë? Jo, janë konë disa. Pra numri i muslimanëve që e kanë pa pejgamberin alayhis salam ka qenë shumë më i madh se sa ky numër. Në anën tjetër, numri i sahabëve që i dim emrat dhe mbi emrat e tyre në literaturën islame, qoftë në hadith, qoftë në fik, qoftë në histori islame, qoftë në tefsir, qoftë në shkenca tjera, që ju përmendet diku emri, numri i sahabëve që ju përmendet emri në literaturën islame është 9.520 sahabe. 9.520 sahabe. Prej këtini 9.520 sahabeve janë vetëm 1.800 sahabe që kanë transmetime. Po për numrin tjetër, kjo është, nëse kështu, në statistike e përkthejmë 8% prej sahabeve. Kjo 9.500 është 8% prej atyre sahabeve që kanë qenë në Arafat. A numri ka qenë shumë më i madh i muslimanëve. Prej këtyre 9.500 sahabeve, janë 1.800 të cilët kanë transmetime, kanë transmetu hadithe prej pejgamberit. Prej 1.800 haditheve, Imam Ahmedin në musnedin e tij i përmend 900 transmetues, 900 sahabe. 900 sahabe të tjerë janë që kanë transmetu vetëm nga një hadith prej pejgamberit ose eventualisht 2 hadithe. Po ka për atyre që kanë transmetuar me 100 hadithe, apo? Me mira hadithe. Për cilët sahabe thot jemi të folna? Për qatë 124.000, për që këtë 9.500, apo për që këtë 1.800 që ka transmetu? Prandaj përgjigja e ehli sunnetit është kjo. Këto 1.800 sahabe, realisht 9.520 sahabe, që i njeh me emra dhe mbi emra, me biografi, historia e islamit në përshkenca të ndryshme, dikush tefsir, dikush në hadith, dikush në fik, dikush në histori, thot këto që i dim, këto krejt janë të pastër prej padrejtësisë, jo prej gabimit. Prej atine 124.000, po mor ka munafika për atine, ka dhe mërtedat që e kalëshu islami, për na nuk i dim, nuk kemi punë. Po prej 1.800 që kanë transmetu hadithe, këto janë të vërtetum dhe janë të verifikum. Për atyre që e kemi marrë islamin nuk ka prej munafikëve ose për atyre që kanë bërë, a i themi mëkate të mëdha, e kjo nuk do të thotë se kanë qenë masumin. Për këtë arsye thot, ata të cilët i shajnë sahabët i ofendojnë, një grup i dietarëve i konsideron se kanë bërë kufër për shkak të fuqisë argumentuese në drejtësinë e tyre. Dhe këtu ne çka po na intereson sot se njerëzit e tillë nuk lejohet që të dalin imama. Sharti i dytë është el buluk, li anna salat as-sabi naflun wa nafluhu la yalzamuhu. Sharti i dytë për me dalë imam duhet është bulugi, mosha, pubertiteti. Sepse, pse kështu? Sepse namazi namazi i fëmijës është namaz nafile, sepse se ka farz namazin. Nëse imami del që nafile, xhamati fal farz, është bina ul qawiyya lil dhaif, ndërtimi i të fortës mbi të dobtën. Kjo nuk lejohet. Dhe një arsye tjetër është, thotë se
Wa nafluhu la yalzamuhu. Nafilja e fëmijës nuk I bëhet obligim nëse e prish. Kemi thonë më herët, ke fillu me fal namaz nafile, ka ardhur dikush të ka thirr, e ke prish namazin, ose për një arsye tjetër, e ke prish. Ti e kon të fal nafile, po kur e ke prish namazin, ke shndrodh në kategorinë e vazhibit ma. Te fëmia nëse anis më fal, e prish namazin nuk I bëhet vazhib për dallim prej të madhit. Wal aqlu li adami sihhati salati bi adami ka sakran. Ai çka I smuar I psiqik, pra I smuar I psiqik nuk mund del imam, sepse nuk din çka fol, ashtu siç nuk din çka fol ai çka është I dehur. Wa dhukuratu, që tjetë burr, tjetë mashkull, kharaja bihi al-mar'atu lil amri bit ta'khirihinna. Sepse pejgamberi alayhis salam ka thonë akhiruhunna në një hadith, thot imami duhet të jetë burr, pa të jetë mashkull, jo grua, sepse për gratë pejgamberi ka urdhëruar që të jenë në fund të namazit. Wal khuntha imra'atun fala yaqtadi bihi. Gruaja, kjo gjinia asnjan se khuntha, ambe gjinia, në këtë mesele, në këtë rast, ka dispozitën e femrës. Khuntha, fala yaqtadi, pra nuk falet pas tij. Wal qira'atu, sharti I pest është leximi I Kur'anit. Ai që del imam duhet të din përmeç sipas mendimit të Imam Ebu Hanifes së paku një ajet të Kur'anit për ta kompletuar farzin. Sipas mendimit të nxënësve të tij 3 ajete të shkurta. Pra, varësisht, pra duhet të din Kur'an, qash përmeç, as Kur'an pa të cilin nuk vlen namazi. Nëse nuk din, atëherë nuk mund del imam. Për këtë arsye, ulemat thonë, hafidhul Kur'an, hafizi I Kur'anit, lexuesi I Kur'anit, nuk lejohet që të lidhet xhamat pas atij që nuk din leximin e Kur'anit, përmes Kur'anit. Po a lejohet, se këto puni kanë bo, pak I kanë modernizu këtë të ne njerëzit. Po a I din me lezu, po s'din përmes, me Kur'an qel, la e gjuz, nuk lejohet namazi me Kur'an qel, sepse kemi thonë më herët, të leximi I Kur'anit në namaz. Nëse imami, ta mormi një ajet për shembull, ajetul Kursiyin, e lexon namaz, edhe e ka me një levha shkrume që kështu përpara. E ka një levha shkrume përpara, ku e ka ajetul Kursiyin. Edhe e ka lexu elhamin dhe e ka lëshu sit e lexon prej levhas. Fukahat e medhhebit Hanefi thonë, nëse ky e lexon ajetul Kursiyin ose ajet tjetër, çfarë do të jetë? E lexon se ky e din përmeç, por se mbështetet te ajo, e ka vetëm si mbështetje, fe salatuhu sahiha, namazi I tij është I vlefshëm. Nëse ai nuk e din përmeç, por e lexon drejt për drejt, fe salatuhu fasid, namazi I tij është I prishëm. Pra në këtë rast nuk lejohet, sepse ku është qëndrimi? Është te hifdhul Kur'an, të nxënia përmes e Kur'anit. Ai që fol nuk lejohet, pra ai që flet, që fol, nuk lejohet me dal imam pas atij çka është nem, së në fol. Ka kriju Zoti çashtu. Po lejohet pas atij të falet ai çka është mithlehu I ngjajshmet. Do thot ai që nuk mundet, është me mes, nuk mundet me fol, pas atij ai çka din me fol, çka mundet me fol, nuk falet, po ngjajshëm me atë çka është mund të falet pas atij. Kushti I 6 është selamatu min al-a'dhar, të jetë I pastër prej arsyetimeve, të mos ketë ndonjë justifikim, ndonjë arsyetim, fe innal ma'dhura salatu daruriyatun, sepse ai I cili ka ndonjë arsye, ndonjë justifikim, namazi I tij është namazi
pa tjetër jetine shka nuk ka rrugdalje tjetër, darure. Fela yasihu al-iktida'u ghayrihi bihi. Pra, ai çka ka arsyetim, nuk lejohet që të tjerët që janë të shëndosh të falen pas atij çka ka arsyetim. Kerruafi daim wal infilati rri, sikur ai çka ka rrjedhje të hundës për shembull vazhdimisht, ose ka rrjedhje të gjakut prej hundës vazhdimisht, ose prej veshit, ku e di unë, ose atyre që nuk mund me mbajt ajrin, frymën, non stop, as smundje kjo. Thot, nuk mund të falesh pas tyre. Wala yasihu iktida'u man bihi infilatu rihin bi man bihi sulusu bawlin, li'annahu dhu udhrayn. Ai që ka rrjedhje të hundëve ose të gjakut, nuk lejohet, la yasihu iktida'u man bihi infilatu rih, ai që nuk mund të mban ajrin, nuk lejohet të falet pas atij që nuk mund të mban urinën. E keni qartë? Njëri që nuk e mban ajrin, lëshon ajr, smundje është kjo, nën stop, lëshon ajr. Tjetri është i smut, nuk e mban urinën, nën stop i rrjedh urina. Ky çka ka smundjen e parë, udhrin e parë, çka nuk e mban erën, lëshon erë, nuk mund të falet mas atij që lëshon që e ka smundje urinën. Sepse ky çka rrjedh urinë i ka dy arsyetime, dy smundje. Një e ka el baul, rrjedhja, do thot prishja e abdesit është këtu për qëllim. Një e ka prishja e abdesit, dhe e dyta ka an-najasatu hamile ma'hu, dhe papastërtia që ngel në trup me ata. A ky shka lëshon trup, lëshon erë, lëshon frymë prej trupit, ki e ka prishjen e abdesit, ki e ka një arsyetim, por nuk ka papastërti. Për atë arsye, ki është e khaf, është më i lehtë se sa ai çka është me dy arsyetime. Kështu e thot Imam Shërumbulali, wal fa'atu wa tamtamati, këto janë njerëz të cilët nuk mund të shqiptojnë shkronjat. Ka njeri shka ketë me f, i shqiptojnë shkronjat, tjera i shëndron në f, dhe një i shëndron me t, i përzim, këto nuk e di. O lethag, edhe ki, i shëndron shkronjat tjera, a rën i shëndron diçka tjetër, b, nuk mundet me i shqiptu shkronjat ke. Thot, edhe ki nuk mund t'i del imam, nuk mund del imam, sepse është i paqartë. Lexon, jo se donaj, por nuk mund t'i shqipton njeri shkronjat, dhe ki nuk mund del imam li gajri, imam i të tjerve, kurse vet e fal namazin ashtu që mundet. Mirë po, ulemat këtu kanë thonë një mesele, këto njerëz, ka prej këtyre që pengesën e kanë për shkak të mos angazhimi, sepse se pas binjës të tyre kjo mund të përmirësohet. Një njeri që nuk e shqipton një shkronjë, për shembull ka dikush t-jën e shëndron në th, shembull, s-jën diçka tjetër. Nëse ki angazhohet e ushtron vetveten, e lodhje shtehit, bën përpjekje me e përmirësu këtë, ka mundësi të përmirëson. A ka mundësi? Nuk është e pa përmirësueshme kjo. Ulema thonë, nëse ki bën përpjekje, ka bë përpjekje me e përmirësu këtë ngatrim të shkronjave, dhe nuk ka mund ta përmirëson, fe namazu, fe salatuhu, sahia, namazi i ti është i vlefshëm. Nëse nuk ka bë përpjekje, po këtë e kalon, po s'mundi unë edhe, atëre namazi i ti është fasit.
namazi i tij, jo për punën e imamllëkut. Pra ijtihadi wa in taraka at-tashih wal juhd, thot imami. Nëse e kalon, s'ka bo përpjekje me përmisu. Se shumë të ne ndërtohen të ne në xhamatin ton, në mentalitetin ton, shumë mesele ndërtohen mbi bazën e një parimi mashtrues, nuk mundi une. A nuk ka bo përpjekje, për shembull ke në xhamat, a din kullu vallajn, e din një farforme ai. Për shembull, unë e di edhe me nxënësit në medrese, është një pasqyrë, vjen nxënësi ose xhamati në provim, e thua ke mësu e tehijati, thot po e ke mësu profesor. Hajt thuje, edhe ai janis. E tehijati lillahi salavati tayyibati, edhe ti ngel, as e ka mësu, as nuk e ka mësu. Se ai realisht se ka mësu prej librës. Ai e ka mësu prej kujt? Prej nanës, prej babës, prej nanës plak. Kur ti thësh që ti babës ose babës plak, nuk bën kështu, thot, unë që kështu e di, o s'mund të mësoj. Pra, ai ndërton namazin mbi atë bazës së s'mundi, pa i s'ka bo përpjekje me përmirësu. E ka një gabim në Kur'an, namazi ti mund t'jetë i prishën. Ti kur i thu se nuk bën kështu, ai me njëherë flamurin e bën në xhep, thot, unë s'mundi, jo nuk ka s'mundi, duhesh me bën përpjekje, se thot in tarakat tashih wal juhd fa salatuhu fasida. Nëse e kalon përpjekjen, s'osh mundu hiç, nuk ka dhënë ndjes, namazi i tij është i prishur. Wa salamatu min faqdi shartin. Imami duhet të jetë i pastër, pra i kujdesur që të mos ketë të humbur ndonjë kusht prej kushteve të namazit. Ke taharetin, siç është pastërtia. Pastërtia përfshihet këtu edhe nga xhunublëku, përfshihet këtu edhe abdesi, përfshihet këtu edhe pa pastërtia fizike e cila bjen në trupin e njerit. Pra, nëse imami ka dal imam dhe në xhibën e tij, ose në robin e tij, ose në petkun e tij, ka një njollë të gjakut, aq sa la yu'fa alayhi, aq sa nuk tolerohet. Se në gjaset e papastërtia kemi dy lloj, e rëndë dhe e lehtë. Papastërtia e rëndë, nëse është sa një dirhem, mallësia e ndyrësirës sa një dirhem, tolerohet. Nëse është më shumë se një dirhem, nuk tolerohet. Papastërtia e lehtë, nëse është sa shuplake e dorës, e ma pak tolerohet. Nëse është më shumë, nuk tolerohet. Nëse papastërtia te imami është sa nuk tolerohet, qoftë e lehtë apo e rëndë, fa salatuhu, namazi i tij është i prishur. Imamllëki i tij la tasih. Nuk ka lidhje a e ka ditë a nuk e ka ditë. A e ka kuptuar të u fal, apo e ka kuptuar masi që është fal. Imamllëku i tij pse? Sepse e ka humbur një kusht që është kushti i pastërtisë. Wa kadha hukmu satrul awra لأن العاري لا يكون imamen limesturin. Mbulimi ai çka e ka të shpalosur avretin e tij nuk mund të jetë imam i atij që e ka të mbuluar avretin e tij. Pra ai që është pa robe nuk mund të jetë imam i atij që ka robe. Po shurut, tash ki vazhdon me një nën titull tjetër, shurut sihhatul iktida il arba'atu ashara shay'an takriban. Shurut siha, kushtet e vlefshmërisë iktida të lidhjes pas imamit. Thot janë arba'atu ashara shay'an, janë 14 takriban, po mund të janë edhe 15 dhe 17, mund të janë edhe më shumë. Dhe sa kemi? O nije, prej këtyre kushteve,
pra kushteve të vlefshmërisë së lidhjes pas imamit, niyetul muqtadi al-mutabaa muqaranatan li-tahrimatihi imma muqarana haqiqiyya aw hukmiyya كما تقدم فينفي الصلاة والمتابعة أيضا. Për qenë iktidaja lidhja pas imamit dhe namazi njëkohësisht i vlefshëm, kushtohet që niyeti i xhamatit, niyeti i lidhjes të jetë i shoqëruar me muqaranat li tahrimatihi, me tekbirin fillestar. Pra, kushtohet në namaz niyeti, me xhamat është fjala, që kur të lidhësh pas imamit, është kusht që të thosh, po i bahem tabi, ose po i lidhem këtij imamit. Kur bëhet kjo? Bashk me niyetin, bashk me tekbirin fillestar. Qoftë me tekbirin fillestar të imamit kur e merr, apo ti kur shkon pak me vones, pra me tekbirit të harimin tonën. Kish shoqërim, duhet të jetë hakikaten të jetë i realt, i vërtet, ose duhet të jetë hukmijetën, ose të jetë aspektit dispozitiv. Si është kjo dispozitiv? Kema të kaddeme, ki thot, e kemi spjegu më përpara, hakikaten është kur ti je prezent mas imamit edhe e ban niyet me e fal farzin e dregës, i u bashkan gjita imamit. Apo? Edhe e merë tekbirin, me njerë e merë tekbirin. Muqarana, pra, duke e bashku niyetin e iktidas, lidhjes, bashk me tekbirin. Kjo është hakikaten. Hukmijen është kjo, e falë sunnetin të shtëpia, e falë sunnetin shtëpi, edhe nisësh me shku të xhamia, me e falë farzin, dhe shkon gjatë rrugës, nuk takon kërka, nuk fol me kërka kur gja, as një fjalë. Përveç asaj që ka ti ke mund bëjsh dhikr të shku, thësh la ilaha illallah, thësh subhanallah, s'ke taku njëri, s'ke bo muhabet me kërka. Ke shku të xhamia, e ke bo iktidar, ju ke lidh imamit, ti niyetin kur e ke bo, niyetin e lidhjes i ke bo të shtëpia. E ke bo të shtëpia kur je nis me shku, mu lidh mas imamit. Këtu pra, bashkimi i niyetit edhe i tekbirit është hukme në aspektin dispozitivi, jo në aspektin fizik. Mirë po të shku rrugës, ke in shitore, ke in barnatore e ke ble një hap, u prish niyeti jot. Kjo hukmen e ke zatet në rrugë dika, o të nga tjeta si je mirë se, ose të ka dhënë dikush selamu aleikum, wa aleikum selam, si një muhabet rrugës. Këto prishet kjo hukmijen. Pra detyrohet apet të kthehet te baza. Për këtë arsye më duket e kemi përmendur një herë. Kur na tregon dikush se ma e vlefshme është suneti me e falë të shtëpia se të xhamia, ne u themi po, por me kushte të veçanta. Nëse ti e falë sunetin të shtëpia dhe vjen me e falë farzin të xhamia dhe rrugës nuk takon kërkan, nuk prish asnjë muhabet, nuk ndron, nuk këmben asnjë muhabet rrugës me kërka, është më i vlefshëm namazi jot nafile të shtëpia se sa të xhamia. Nëse ti e falë sunetin të shtëpia dhe rrugës vjen të bë muhabet, madje ke një edhe shitore, ndoshta e nalë edhe në kafe, ke pini kafe, si shpejt e shpejt, edhe ke ardhën të xhamia, ky nuk është më i vlefshëm, sepse qëndrimi i fukahave islam është ky: nëse ban muhabet në mas nërmjet sunnetit edhe farzit të kohës, drejt të zamë, edhe në xhami kur je, nëse ban muhabet dënjas, shitblerje, tregti, po e di unë, muhabet,
jo dhikr, jo lexim Kurani, jo thu subhanallah, thu la ilaha illallah. Kjo është pjesë e ibadetit. Muhabet dunjaje. Nëse bën muhabet dunjaje mes sunnetit dhe farzit, një numër i madh i dietarëve të mëdhëbit Hanefi thonë ti duhesh me e përsërit sunnetin sepse ai nuk konsiderohet sunnet i kohës se ti ja ke prish kohën asaj. Ka mendim se është i vlefshëm, por mjafton me pas mendim që duhet të përsëritet. Për këtë arsye autori na tërheq vërejtjen me një fjalë. Për këtë arsye e thash edhe parzit. Shkenca, fiku, asnjë shkencë tjetër nuk mësohet prej librës pa mësues, pa hoxh. Ki me një fjalë kur thot hakikaten e hukmiyeten, krejt që këtë shka e përmendëm ne e ka përmbledh me një fjalë hukmiyeten. Pra, nëse kjo ndodh, duhet me ditë se çka duhet me bën. Wa niyatu ar-rajuli al-imamatu shartu li siyati al-iqtida'i an-nisa. Burri imam, niyeti i imamit është kusht li sihhati iqtida'i an-nisa'i bihi. Imami kur del imam me ba niyet, me thonë ene imamun, unë jam imam, unë po bam imam, është kusht i vlefshmërisë për t'ja mundsu grave që të falen pas ati. Fa illa la yalzamu min al-fasad. Edhe njerë, se këtu është pak e ngatruar. Unë po dal imam, dhe unë vetëm kam dal në imam, e bana në jetë me fal farzin e drekës, edhe u lidhan namaz. Se kam bën jetë, s'kam thonë se unë jam imam i këtij në njerëzve. Po ta zomë se nuk ka xhamat, kur kush kam i vetë xhami pe fali drekën. Unë se kam bën jetë për imam se s'kam. Po ka arë njoni për mas ka në të e falë drekën, më bashkan gjitët mu. Unë se kam bani jetë më në për imam të që shpo më bashkan gjitësh mu e. Kini jeti i imamit për me u bo imam, është kusht i vlefshmërisë për gjinien femrore, jo për gjinien mashkull. Meshkujt, xhamati, mund t'i lidhen edhe nëse imami nuk e ka bani jetë për me qenë imam. Po nuk mund nëse gratë falen mas këti imami, atëherë namazi i tyre është i pa vlefshëm. Për qenë namazi gjinijës femrore i vlefshëm, ki duhet kushtëzohet me thonë, ene imamun limen tabi'ani. Unë jam, nuk duhet me thonë, unë jam imam edhe për gra dhe për burra. Nuk kushtëzohet mi përmend. Gratë, limen tabi'ani, për ato shka, bashkan gjitën, ato janë edhe njerëzit, edhe burrat, edhe gratë, edhe gjinët musliman, edhe melekët e kështu, për krejt ato që kam banë tabi. Po kur nuk e banë këtë njetë, atëre pastaj e falen vetëm burrat, sepse namazi i grave në këtë rast është i pa vlefshëm. Pra këtu duhet shifët një kujdes. Fe salatu gjaizun, falve shpak se dola që ku. ومسألتها مشهورة مشهورة مش بركات سفرنا اليوم ولو في الجمعة والإيدين على ما قاله الأكثر. إمامي شفت شفر فلسفية trajton كذا si e trajton. Kusht i imamit për me thanë, për me bën një jetë për imamllëk është në kohët e namazit. Nuk është kusht për xhama dhe për bajram. Pse nuk është kusht? Sepse në namazin e xhamazit bajramit vetë xhamati është kusht i namazit. S'ka nevojë ki me kushzu këtë punë. Namazi i drekës xhamatit është kusht. Të namazi i xhamas, a mund të falet pa xhamati, bajramit jo. Me që thot walau fil jumati wal idaini ala ma qalu al akthar. Pra
te namazi i xhamatit, me xhamat, kjo nuk kushtohet. Mirë po këto, ka dhe mendim që e thonë se edhe këtu duhet të kushtohet dhe mendoj se 99% këtë punë imamët e bëjnë se e thonë e në imamun limen tabi'ani. Në mënyrë, pse bëhat kjo, pse kushtohet, pra qëllimi është që të lejohet falja e namazit të gjinies femrore pas këtyre. Dhe vazhdojmë me kushtet tjera në ligjëratën tjetër. Wa yaqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum astaghfiruhu yaghfir lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.